rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam. Ne dërgojmë lutje Allahun xhel që na udhëzoj, ne pranoj ibadetet, ne fal mëkatet. Allahumma amin. Ne vazhdojmë të dashur vëllezër me një prej qëndrimeve, këshillave edhe udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wa salam, që shënon Imam Buhariu rastin e Hakim ibn Hizamit, një prej sahabëve shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili po qëndronte me disa shokë ti edhe i kishte ardhur pasuni pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njerëzit e kanë prunë pasunin qoftë si sadak, qoftë si dhurat për me shpërnda. Resulullah sallallahu alaihi wasallam vet ja kanë dhënë veç hedijen, dhuratën, sadakën nuk e ka pranu, ose e kanë pranu zeqatin, do të thonë i ka ardhur zeqati, ose në plaçk të luftës, edhe i ka orientu ato sipas nevojës, edhe ju ka dhënë njerëzve sipas nevojës që i kanë pas. Por gjatë rrugtimit 23 vjeçar, sahabët i kanë mësuar do mesele dal ngadal. I kanë mësuar dal ngadal. Nuk i kanë ditë me të parën, që edhe na, njëherë imi konë klasë të parë, masë ne kemi dalë në klasën e dytë. E kështu me radhë. Ky burri, thot, kur e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka pasuni, i ka ardhur, shkova dhe i kërkova. Thot më dha. Tash unë po them 100 euro. Unë po them. Thot shkova ula, pastaj qova prap kërkova. Ja Rasulullah, më jep hala. Thot më dha prap. Prap ula. Prap thot shkova kërkova. Më dha 3 herë. Pastaj më dha një këshill. Më tha, o filan, kjo pasoni, ky mall është i amël. Kur të vjen fal, na përdorim një fjalë popullore pa qëllim të nënçmimit, nuk e kemi qëllimin e nënçmimit, as nuk e kemi qëllimin e një fjale ofenduese, por e përdorim një fjalë pak ma katunar, që ndoshta jo shëmtishme, thonë kur të vjen diçka lesh. Adem, ka ardhur çashtu, ka ardhur diçka. Duket e lezetshme se s'ke der dirës për ta. Mirë po, pasojat e saj nuk janë të mira. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë hulwatun khadira, është e ëmbël, edhe e njom, e gjelbërt. Ka një qëfar, po muj me shku me marë, veç o që 2-3 hapa, bjem hala, që. Por thot, ka dallim mes atij i cili ka nevojë për ta, edhe e lyp nga nevoja, edhe ka dallim mes atij i cili nuk ka nevojë për ta, por e lyp nga lakmia. Ka dallim. Që kjo është esenca e krejt meselës së lypsave. Na, si duhet ta shohim lypsin përballë neve? Ku duhet nalmi? Sa duhet t'i ndihmojmë ati? Si ta zgjedhim ato të cilit po i ndihmojmë? A ka mundësi që lypsi karshineve është të na lujt lojen, është që vjash, të na lëshu fore, edhe ne po jam foret e ti. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ke kujdes se kush e merr këtë sadak, nga nevoja kam i dhënë Zoti bereqet. Kam i dhënë bereqet. Ka nevojë, udhëheci, përgjithësi, kush është institucioni i caktuar, e shet arsyeshme me qu, ai nuk përulet para sadakës, nuk e lyp sadakën, nuk shkon me bo skena, filma para të tjerëve. Allah i kam i dhënë bereqet, e ka marrë, masi njerëzit ja kanë dërgu
pa bon kë aktrime, lojna. Kurse kush ja merr, thot, pa pas nevojë për ta, veç thjesht me shumu, i ka kushtet për 1 muj, për 2, për 1 vjet, me hongër me pi, qoftë, thot, pse mos i bëj për 2, pse mos i bëj për 3, e kam një televizor, 100 euro, pse mos ta bëj një 1000 euro, pse? Të ndërru vëllezër, na njohim njëri i cili ka 3-4.000 kilogram mill. Edhe kur e shet ti, që hetu bo kështu? Thot, po m'ju thon njerëzve kam, mos m'japin për hapët që kam. Jo edhe s'kam. Pastaj, njeri i cili ka 2-3 friza, duboka që në gjuhën popullore, me mish. Cëllë pi juve ka 3 duboka me mish? Unë jam i bindën që asë njoni. Nuk po flas broçkulla, nuk po flas kot, jam i vetëdijshëm këtë që po e them. Ka njeri i cili i kanë qu Shalqen, Bostan, të në verë njerëzit, dhe afër ti, ka pas një lumë, prock, ka majtë 2-3 ditë, të marrë të i prejtë, copat vogla, të i gjujtë në lumë, se s'ka ku mi qu qatë shumë. Pse po e pranan për njerëzve? Thot me bo me ju thonë, kam së mbinë ma. A shef ku... Prandaj, kush e merë, se ka tamah, ka i pangopër është, i pangim është, edhe do në menet në të kategorinë që gjithmonë njerëzit minimu. Kam i hubë bereqeti, për thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kini pa ju. Sa edhe nëse i ka 2-3 duboka, fëmija i ti, ai është më i pangopuri edhe më i uluri edhe më i pavlefshmi në shoqëni. Se kam qëllimin ai cili për një mes ka. Allah i kam i dhonë bereqet, jetën e ti ka me bo matë mirë, fëmijët e ti kanë mu bo, kanë mu shkollu, e kanë mi qelësut, se kanë hek. Pa ai cili, rrinë të anku, pa i pas kushtet e tilla, pa pas nevoj bo anku. Dhe pastaj bin pozitat palakmushme edhe bamirësit, edhe ata që dojnë me dhanë. Po vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, këti kur s'ka mi dhanë Zoti bereqet, ky ka me jetu të jetën, si kurse ai cili hanë sa të munët e kur nuk ngihet. S'ka bereqet. Dikush hanë sa të munët, gjithoj i undë, edhe pse o të ongër shumë, ulish me ta, hanë sa 2 herë ti, edhe pastaj vjen mas 2 ore, 3 ore, a pet dënë me hongër. Vë burë, po hongër me mune, valla e mund tu. Gjithë të më thonë, i pangim. Edhe po vazhdon në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, el yedul ulja khairum min el yedis sufla. Dora e sipërme është ma mirë se sa dora e poshtme. Dora e cila jep është ma mirë se dora që lyp. Kur mos ja ki lakmi atij që lyp pa nevojë, a lejohet me lyp. Lejohet me dhon. Lejohet me ja përmbush njerëzve nevojat. Nuk lejohet me keq përdor, nuk lejohet me rre. E tash e kemi një ajet të Kuranit ku Allahu Gjeleshanu ka thonë lypsin mëse në nëshma. Edhe shpesh disa prej vlezërve e kanë keq kuptu këta, edhe kanë menu që mësë me nënçmu dhe vanë paqare me i dhanë. Jo, nuk është ashtu. Kjo keq kuptimi a jetit. Lypsin mëse në nëshma është për qëllim ai i cili ka shtri dorën, kush do koft, ose jep, ose mëse në nëshma. Ose mësi thuj, çka me thonë, me gjujt ti një cent tokë, bjema që atë ndash me t'i dhanë 10 cent. Jo me nënçmu kështu. Jo me nënçmu. Jo. Ose jep, nëse po je bind që ka nevoja ai, jepi. Nëse si je bind, mos jep, ama me nënçmu jo. A obligim me i dhonë nuk e ki. Edhe nëse të flenë zemra që për një me fukara, po s'po ta mërmeni, ose si ki sanët, ose edhe ti ki, se ki obligim me dhonë. Se ka dalim sadaka dhe zëqatit, ti obligim e ki zëqatin. Po, shoqëria kanë obligim, mos me lon një fukara me dek për buk, fëmija ti me dek për ilaçe.
Por që atë shoqëri janë prinsat e asaj shoqënie. Kryetari i komunës, kryetari i Bashkisë Islame, kryetari i shtetit, kryeministri, ata kanë përgjegjësi. Që ata nëse kërkojnë, ata na kretë duhet me ndihmu. Po ka do rregulla. Nuk e ki veç ti obligim, nëse ai des me thonë mu ka po obligim pse diç fëmija i ti pa buki, jo, kretëve na ka po obligime. Por të menduarit ku na pyesin neve se dalja e disa fëmijëve nëpër semafora dhe kërkimit hollave, ose para xhamive, ose në vendet caktume, hoxha po mbajnë borxhli edhe s'po. Ne i themi nuk je borxhli. Nuk je borxhli. Po shkruan aty që ata që lyp mos me nënçmu, mos e nënçma ti, mos i fal fjalë. Këshilloje. Ku une një ditë një djalë të ri, diku 12-13 vjeçar, e mora dhe po mundohë me këshillu rreth kësaj mesele që lypte. Edhe po i tham nuk duhet me lyp, a je në shkollë, jo, zban me lanë shkollën, me fillu me vazhdu shkollën, e tjerë, disa fjalë që i shifshat të nevojshme për ta. Tha me punu, tha mos së merë më punë kërkush, 12-13 vjeçar. Pani shko, bane këta, bane ata, disa opcione që krye shkollën, masa ne e gjon një punë. Edhe, tha për çka me shkollu mu lodh, për çka me punu kur unë marrë të ne, qështo, kur u qelë. Pastaj ju sa raste dini ma mirë se sa unë të keq përdorimeve, të kompanive, bizneseve, se dikush e ka biznes, nuk dikujt i kruhet trupi mos me dal me lyp. Bono ki milionat i ka në shpe, trupi. E ka bon hobi. Kujdes vllazni ku i jepni. Që ky burri Hakim ibn Hizami, kur e ka marrë këtë këshill pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot mo kur në jetën tame kërkuj nuk i kom lyp. Jo mënu me djersën tame me fitu dhe nëse pak, edhe nëse kom hek, s'kom shku me lyp. Edhe thot në kohën e Abu Bekrit më kanë thirrë hisën e vet me marr mas betejave. Thot s'kom shku. Në kohën e Omerit, kur është bon kryetar, khalife, prapë Omeri më ka lutë, hajde merr hisën tonë jo. Çka më ka caktuar Zoti, mjafton. Thot saqë thot Omeri ka dalë para xhamatit, para popullit e ka thonë o burra, dëshmoni se filani jam t'ia dhon hisën të cilën i takon, pa ai nuk po vjen me marr, mos më leni mu fajtor, mos falni mas shpine me menu që Omeri s'po jep, filani ka hak, ka hisë, s'pjep. Thot nuk është të e marrë, vallahi se të e marrë. Thot kur ma nuk kam lyp. Andaj, të dashur vëllezër, ky hadith e pejgamberit alayhi salatu wasalam është rregull e sjelljes së muslimanit karshi lypsit, po dhe sjellja e lypsit karshi fukarallëkut, ku kemi dy lloj lypsi, i pari ai që ka nevojë, edhe i dytja ai i cili s'ka nevojë. I pari që ka nevojë, nëse mundesh me ndihmu, bën sevap. Nëse s'mund me ndihmu, nuk e ki borxh. Borxh e ka krejt shoqënia. Mos më lën me dek për buk. Mos më lën me dek për një kasollë ku pastaj shoqëria kajherë të ndihmu bëjnë gabim. Të ndihmu bëjnë gabim. Po, si bëjnë gabim? E lojnë njeri në demel të i ndihmu. Nësot që ashtu edhe djali ti, se po bojnë kamenajt, edhe e lojnë demel. Punë nuk i gjonë, nuk angazhan as shteti, nuk angazhan as shoqënia, ma mirë e lojnë me 150 euro ndihma, 50 euro njoni 20 tjetri, e lojnë që ashtu zhak me shku aje dhe fëmijët e vetë, se sa me shku edhe me vetë disu, mi thonë, ti nuk banë që ashtu, ti e i aftë për punë, ti dush me shku me punu. Edhe me vetë disu ata dhe fëmijën e vetë. Po të shku minimu, të mos e orientu kërkush, njëherë njonin u mundova me punësu dikun me qadru.
shtu në prizren. 3 ditë shka e latë 4-tën. Pse belen? Si shënësu me pnu, dojke me lyp. Tha jo më budal, tha me mëra, tha në drun ka kryt. Subhanallah. Subhanallah. Shkova me një person që kish pasuni, mja që unioni dëndima. Kur hymë në borë ti, full me pluma o bore. Edhe më thaj, hoxha tha, ku më ke prun këto? Unë nuk kisha ditë ato pluma, se kisha pa. Thashtë që jam të ditë edhe unë. Tha këta da bëjnë 2-3 euro. Ku e di sa është një plumë, ku 200-300 pluma, 500 pluma, një Allah e di sa. Jo, për hobi, për ti. Kretë kemi hobi. Dushme shku me gjallnu. Prandaj shoqëria të inimu ati cili ka mundësi me shtin loj, qoftë si shtet me pas projekt, qoftë si na, si individ, si shoqëni, na po i dëmtojmë. Po i dëmtojmë. Nëse një fëmi, tash nëse prind të ti e din, edhe e lonë fëmin edhe ata kanë përgjithësi, po ka rast kur prind nuk e din. Një javë para del një fëmi, edhe lyp, 7-8 vjeç. Njëri e 50 cent, tjetëri 1 euro, kur që ka në kësha me 70 euro. Por to janë ballë, a të thotë, kona mirë me lyp. Po boj ka me lyp, pjavlej ka me lyp. Edhe në këtë formë, i shishmohet ati. Prindi nuk e di bën maki. Ty adhon ati, gjëna, fmi, qëre qëfar ftofti. Jo, ti e të e prish ata. Në Islam na kemi përgjithësi, ne kemi do farzë që quhen farz kifaje, farz i shoqënisë, që kretë shoqënia duhet me dhonë kontributin si pas mundësive. Por, nëse janë 2-3 veta, 5 veta të cilët janë angazhu me qatë punë, i ka angazhu shteti, ku e di qka, tjerve ju bjen obligimi. Nëse është të marrë një shoqate të caktuar me ndërtimin e shtëpive të fukarave, është të marrë me ushqimin e fukarave, na duhet me orientu ndihma tona te çajo shoqate të caktuar që të marrë me qatë. Jo ka të shojmë në rrugë na minimu, sepse na nuk pedim ku jemi të i dhanë ma. Apo dënti, unë e qëjtë të filan veni, për shambull, të zut për mene emra, shka ti marrë atje. A i letë e këtë listën, kush ka nevoj për shpi, kush ka nevoj për këtë, për atë. Se neve kështu për nashtohen pas taj. Po thamun, profesioni lypsit, profesioni, jo nevoja. Kush lyp, pa pas nevoj. është i lezetshëm pare të nejtë, pa dirës. Në ditën e kiametit ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lyp për veç me shtu. Na kemi rastën e për internet që lexojmë ka dek lypsi ose lypsja, i kanë gjetë 2-3 milion euro. Pse? Nuk është më çështje ka, është çështje hobit, pa tjetër me dalë. Sa kemi inqizime në për videot qytetarëve në Kosovë, Shqipëri, që e qëtë nanën, e qëtë vllaun, me metafizike ose psiqike, edhe i rrej bosi aty të dera supermarketit madh, e le ato jashtë në ftoft, pata dje pashën. Edhe, kur pjep dikush do para se i nanës me shamije, e plak, po shkën e djali vetë, do më thonë 2 metër djali, 4-50 vjeçar, nana plak, pja merë parët. Kush po bëhet sebeb? Na, si shoqënim, përgjithësi. Na kemi përgjithësi të dashur vëllezër. Në një popull ku nuk angazhohet populli, vetëm rrin, ne jemi pro edhe kemi respekt për ata vëllezër të cilët kanë shoqata që i ndihmojnë njerëzit, qoftë mi unret shtëpia, qoftë mi mbajt, por jo deri në atë masë sa mu bëhet sebeb na me prish popullin. Me bëhet demel popullin. Rrin, shqiptari rrin s'pranon për 500 euro me punu, duhet me marrë Bangladeshit. S'pranon, a i ma është në gjendje një shpimi janë rreqë dhe me dalë. Edhe nesër masene kër e kanë rreqë një fetar, që ky popull jep pare për qëta shoqata. Që ky popull, që e fiton me dirës, me halal, inshallah. A i donë me nejt. Qka me bo? Që është e fjalla popullore, mësëje me zonë peshk vetë, mësë jep një peshk ti. Na, lësë Allah në gjithë që të nabëj për atyre të cilët e njekin këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, mundoni me mishë me shpirt mjet duku fëmijët e juaj me punu, me fitu me halal. Me fitu me halal. Edhe na si shoqëri kemi obligime. Thash farz kifaje, farz i përgjithshëm. Çka është farz i përgjithshëm?
Nëse des dikush, s'ka kush me varros. Ne kemi obligim kret me varros. Nëse des dikush, s'ka kush me ia blet shefinin, na kemi kret obligim me ia blet shefinin. Nëse në mahallën tonë dikush s'ka, na kret e kemi obligim minimu. Kuj minimu? Që ati që e ki ma ofër. Pastaj ma larg, pastaj ma larg, pastaj ma larg. Prandaj unë nuk e shet udhës. Kur më pyesin mu, hoxha po du me qel një bunar për babën, për nanën, në Afrikë, atje në Azi. A me qel? Unë nuk thëm që s'ban. Ban. Po nëse në mahallën tonë, në katunin tonë, në qytetin tonë, ka një njerë për një me nevoj, orientoje sadakën tonë në popullin tonë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam zeqatin, sadakat, e ka bon një rregull mas parin venin tanë. Nëse këtu s'ka fukara, kalon ma larg, kalon ma larg, kalon ma larg. Ka raste kur edhe keq përdoren atje larg. Nuk du t'i akuzoj tash ata cilët kanë qelin bunara, su këtë diçka, ajo nuk është çështja ime, ajo i takon tjetër kujt mu marr. Po thjesht, vetë pse e sheh, nëpër internet na tash kemi edhe hakerat internetit. E qel dikush një bunar aty me mbjamnin për shembull susuri. Edhe tash vjen ty në WhatsApp ose në Facebook, kushërin ju të ka qel ti çka e të bo. Veç pse ka të njëjtin, se ai din me ato format me ta gjetë, domethënë kush edhe e shkruan aty armi filën fiziki që me të emocionu edhe ty me ja, unë e qeli bunarin në venin tem. Nëse kam nevojë me qel bunar. Ose e bëj një alternativë tjetër, unë e di çka me bë. Pra, jemi të këshilla Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dora që jep është ma mirë se dora që merr. Dora poshtme, dora e përme është me, do mënë se jep edhe tjetra. A është e lejume? Po është e lejume me marë. Po është e lejume. Nëse ki nevoj, Allah i t'jep bereqet, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse lyp, vallon, i ka arë punë vëlla njerët. Dhe pësa është një kategori ma naltë, Allah i ka përmenë në Koran, një kategori ma naltë, ata cilët kanë nevojë edhe s'lypin. Por, shoqënia i nje. Ajo është asi krenari, asi burri i kujdesshëm, asi familje e kujdesshme që për një mes kanë, po nuk dalin me shtridorën. E shoqënia këta nuk du të milon keq. Nuk du të milon keq. Mos me thonë, o dhe s'po lyp filoni, nashta i ka punë mirë. Jo, se ka njerëz të cilët për një mes kanë, po janë krenar. Nuk e lëshojnë vetën, nuk e zgatin, nuk është lehtë me zgat dorën, vllazën. Nuk është lehtë. Po flas tash të ata të cilët kanë karakter, kanë ndërgjegje, s'është lehtë. Prandaj po them edhe nëse nuk janë prej atyne që ta mush synin, dikush ta mush synin, e shet që është dallavergji, po e ka shtri dorën. Nëse je të dyshum mos jep, a me nënçmu, mos e nënçma. Mos e nënçma. Hopi këtu, a e ke bëu 2 metra njerëz. Nëse mundesh, Allah i trujt, Allah i të nimoft, Allah i të dash. A bre vëlla, me pas gjet një punë ashta, shërbe gjaj një punë, një këshill të mirë, edhe le. Edhe një vretje që kemi për ata të cilët, sidomos gjinia femrore që po lypin nëpër semafora. Ka prej grave të cilat nuk e kanë mbulesën çështje fetare. Tash më thot dikuj se hoxha po dëm ato gra me ekshamin. S'është, por na dim domosdoshmë se është bërë, është kriju një mentalitet se në Prizren janë fetar njerëzit. Edhe tash i qesin shamijat do gra që lypin, që në fakt nuk e kanë shamin. Nuk e mojnë shamin, veç e qesin në kohë biznesi. Edhe ajo po jep një imazh të keq se muslimanët, gratë e muslimanëve, çdo musliman ka të me shamia, çfarë lypse janë këto. Ajo as falet. Banki nuk është muslimane heq kur e pyet pe cili qytet, e përmend një qytet që mund mos më kon musliman në bazë popullatës përgjithshme të atij qyteti. Jashtë Kosovës, që keni parasysh pak a shumë. Andaj nuk është kjo, nuk është mirë si shoqëni për neve. Pse ata po bin shumë lypsa këto? Kompanit. Për arsye se pjo dhes biznesi. Andaj ose jep një ku duhet me dhonë, me rregullat që duhet me dhonë, ose keni kujdes vllazni. Vllazni, mos të bëhet sebeb parja jote me shku në raki, me shku në haram. Tu menu që tu bë sevap sadak. Pa e përmend edhe një rast tjetër. Isha të një personi i njohur në një prej marketeve të tij, tunajt, që aty nga te kaca. Dhe 2 prej lypseve, që i njifsha që lypshin,
erdhen edhe po blenë diçka haram. Edhe unë i tham, nuk ban këta me e pi. Tha, pse se shikon ti punën tane, tha ty edhe të heshtësh. Jo, thash, më falë. Dhe më thanë, kështu e marr punën tane, më shelegojnë aty, adin më katunarqe. Qështu më thanë, edhe zbona za, sadaka juj, e jamja, kur japim pa kujdes, blenë diçka që është haram, se në mbrëmje duhet me gjitha ditën lodhin, mbrëmje duhet me festu, se namën sadakës e ke dhonë ti. Pra nuk jam kundër sadakas, jam kundër keq përdorimit të sadakas. Jam kundër asaj që me ta lut lojën dikush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë besimtari është largpams, syçel edhe gjeni, nuk i han forat. Sadaka jote mos bëhet sebeb që dikush ose me luftu dinin, ose me shku me bo harame. Andaj, sa të mundemi me kujdes, nuk është thirrje mos me nimu, është thirrje me nimu me kujdes. Aty ku duhet, edhe me ditë që ti e të boni hajër i cili të kthehet ty në dunjë edhe në ahiret. Cilla sadaka më mirë? Sa më përgjithshme sadaka më mirë. E dyta, sadaka e cila është më afatgjate, është më mirë. Ndryshe është më dhënë njerit me hongër një kafshat buk, një herë me ngi, ndryshe është më bë sebeb ai me pas një temel, me pas një shtëpi. Ose më nërëq një xhami, ose afatgjat, 50 vjet, 100 vjet, 200 vjet. Ndryshe është minimumi i studentit, i cili ka me i shërby popullit, me mësu popullin, 30 vjet, 40 vjet. Prandaj, sa ma afatgjate sadaka, edhe veni më i mirë, a dijeni se në këtë zaman, veni më të mirë se sa me dhonë për ndërtim xhamis nuk ka. Tash mundet me thonë dikush jo shkolla, jo ajo, ato e dini ata islamofobët të cilët dhe më thonë lang, e nxerin nguën për jashta. Na s'kemi punë me ta. Na i ndërtojmë shkollat. Ti i ndërtojmë shkollën, se ti pagun të atim. Se ti e qytetari ndershëm, ti nuk e vjedh shtetin. Ti nuk e ke përdor pozitën. Ka vendos dikush me i ndërtu shkollat, aja shteti i ndërton i mirë mban. Nëse ka nevojë dhe s'kan mundësi, këna minëreq në shkollat, prapë që ky popull kam i majtë që ka majtë para luftës. I majnë edhe shkollat. Nëreqim edhe ura nëse ka nevojë. Nëreqim edhe rrugë nëse ka nevojë. Se na jemi ty nëreq. Shtarë ky popull për nëreq. Po njona mënyrë zyrtare shtetërore, tjetra private. Xhamia nëreqet privat, na po dhe nimon xhami se on privat tu nëreq. S'kemi për qëllim që Roxha tha nëreqet xhamin, do të thonë kjo kundër shkollës. Këto janë pallavrat e komunizmit, kanë ndek të fora, moti kanë ndek. Komunistat i kanë qitë edhe sot, se i kanë pas atë 3-4. Andaj, jep dikun ku është afatgjate e shpërblimi, ku dikush përfiton, është e pahishme, është e turpshme. Më thonë, mu detyru të shkolla ku ishte fjala. Shkolla tona mos me pas vetëse funksionale, se dola për temës. Vllazni, nuk jemi në rregull diçka. Nuk jemi në rregull. Unë nuk e di, unë ka kum shku, do më thonë, në shumicën e rasteve, nuk jam i kënaqur me. Çka duhet me bëna, na duhet me reflektu. Ka mos me reflektu. Në shoqëri, na nuk jemi individ veç për vete. Kur vjen ky dimën, kur vjen ky ftoft, unë pas kam dru, unë pas kam hangër, pas kam e pi, e le të bjerë borë 2 metra, jo mos thuj kështu. Se ti je veç vetjak. Thuja Allah, letoj atyne që s'kan. Në qështu kur i shofim shkollën e konsiderojmë tonën. Në një vend publik, kam kalu njëherë në një vend publik, kam kalu ka qenë qershor. Wallahi. Edhe kom po grealicën dhez mrana që ati vendit publik me 3 tela. Edhe qeshmen për jashtë atë lëshume. Kom shku e kom nalë qeshmen. Thash, që kja, e ka meta që në korrikën, shto vlajem, dush me nalë, dush me ekë për rryme, se zatën ti zut me lonë heqin zyra e më patu, se ka vaktin. Dush me lonë dikun me në magazin, masaj në ndimen me marë. Se qëta, unë e paguja dhe te, kretë na pagujmë. Ne nuk du të me bajt gajle vetëm thjesht, apo qatë dojnë le të bëjnë sështë. Qa kemi në islam? Ne kemi në islam që, kur ta shëm një të keqe me ndru, me ndryshu, me përmirësu, e nuk përmirësohet që është një, kur unë e shuje, te shuna e tjetëre, qka? Me folë qatë sa i bëjmë dobi, jo me kryu armitësi.
Se ka rast të kritiku me kriju armiqësi dhe përqamje, jo përqamje. Mirë kuptim, na jemi kretë bashkë, na jemi një. Na kretë e pagujmë që do e qka të arrujmë kretë. Shkollën, të arrujmë xhamin, të arrujmë rrugën, të arrujmë rrymën, të arrujmë ato këta. E jo vetëm për vete. Kjo është ajo që deshte me thonë për sot, të nderuar vëllezër, Allahu na bëftë të dobishëm për shoqërinë tonë, për vendin tonë dhe dalshmi prej kësaj xhamie dhe xhamieve tjera, persona të cilët për ne jemi të dobishëm për këtë shoqëri, walhamdulillahi rabbil